LDK-n për fat keq që nga vdekja e presidentit Rugova ka përcjell ky problem. Problemi leadershipit. Pra, prej vdekjes së presidentit Rugova, LDK-ja ka këtë problem dhe shkakton kriza të vazhdueshme sa herë që zgjedhet një kryetar i ri i LDK-s. Arsyeja është se presidenti Rugova ishte shumë i madh dhe vakumi që la ai prapa nuk mundi të plotësojë nga asnjë personalitet tjetër. Pra, Fatmir Sejdiu bëri gabime në start, që në fillim edhe shkaktoi ndarjen e LDK-s në dy parti dhe prej 45% ranë në 25%. Pra, ajo është thyrja e parë që ndodhi në LDK. Pastaj erdhi Isa Mustafa, kryetari i LDK-s, i cili nuk ishte fare as antar i LDK-s. Pra, Isa s'ka qenë antar i LDK-s, për herë të parë në LDK ka ardhur si kryetari i LDK-s, pa qenë fare antar. Edhe premtoi shumë, kishte premtime të mëdha, sepse Fatmir Sejdiu Isa e kritikonte vazhdimisht që po bashkëpunon me Shikun, me Krimin, me PDK-n e tjera, dhe Isa erdhi si kryetari i LDK-s me këtë platformën anti-Shik, anti-PDK. Dhe kur erdhi, kur u krijuan rrethonat që të formohet qeveria, i bëri pikërisht me ata bëri koalicion. Dhe i rritoi jashtë mose elektoratin e LDK-s. Pra, dhe vazhdoi, me këtë formë, vazhdoi në gjitha zgjedhjet. Sa herë premtonte diçka, e bënte të kundërtën. Dhe e solli situatën që të binte në 13%. Pra, Lumir Abdigjiku ka ardhur në LDK në vitin 2017, për herë të parë ka ardhur si kandidat për deputet, pa qenë antar i LDK-s. Pra asnjëherë s'ka qenë deri atëherë antar i LDK-s. Më duket edhe përpara Rama çdo kam jo ardhur, zoti. Sot nuk është dhe po lakohet emri i tij gjithandej. Unë po flas për këtë dukurinë LDK, pra po flitet edhe për përpara Ramën që do të vi. Ai vet ka deklaruar disa herë që s'është antar i LDK-s dhe në një farë mënyrë ka thonë këtë me përbuzje. Tash LDK-ja do ta ndërpres këtë trend të zgjedhjes së kryetarit pa qenë antar i LDK-s. Kur ka me mija veprimtar devotshëm që kanë kontribuar shumë dhe e duan LDK-n me shpirt. Edhe njohin thelbin e LDK-s besoj. E duan me shpirt edhe frymën e LDK-s, frymën rugoviane, edhe kanë ngulitur dashurinë për Kosovën, për demokracinë e tjera, tash shkojnë edhe i sjellin njerëz të katapultojnë në kryet LDK-s që s'kanë asgjë me LDK-n, e shfrytëzojnë sa të mund, sa kanë mundësi ta shfrytëzojnë kapitalin e saj, e shpenzojnë atë kapital dhe kur s'mbetet asgjë pastaj largohen. Domthonë, unë mendoj që këtë trend duhet ta ndalë LDK-ja, Qysh me ndalë? Ta ndalë të mos e zgjedh një person që s'ka të bëjë asgjë me LDK-n. Po në kuvend s'po shkoni jo, po jap një përgjigje të ndryshme në kuvend, kur po shikoni Lumir Abdigjiku hajde në kuvend, aty prapu rikonfirmu shikoni, si kryetar. Në politikë dhe në parti politike, gjithmonë mund ndodhin manipulime, edhe ndodhin, në Kosovë me shumicë ndodhin, gjithë delegat manipulohen. Pse puni që ka qenë manipulim kuvendi i fundit? Çdo kuvend është një farë mënyrë manipulim. Atëherë pse mbahet kuvendi në një shtet demokratik? S'kemi tjera forma. Ato janë organet që funksionojnë këtu. Po unë ju them që unë kam qenë kryetar dege, kam qenë antar i kryesisë, kam qenë nën kryetar në LDD tjera, unë i di mirë këto metoda që ndodhin. Se herë që mbahet një kuvend, kur ka përplasje, bëhet një luftë në terren atje, me delegat. Dhe se cili lobën të delegat që ta përkra njerin krahas e tjetrin, ose një kandidat ose tjetrin. Edhe tash shumë delegati nënshtrohen edhe manipulimit, edhe presionit e tjera, dhe ndodhin këto që po ndodhin. Po, unë mendoj që duhet të kthjellen tash, nuk është zgjidhje kjo që po ndodh në LDK, nuk është zgjidhja as mbledhja në nënshkrimeve për kuvend, sepse edhe po të hiqet Lumir Abdigjiku nga kryetari i LDK-s, edhe po të zgjedhet një tjetër nga krahu tjetër që është aty, e që mund ndodh, atëherë përsëri do t'i kemi përplasje, do t'i kemi dy krah. E çysh më ja bëu? Cila është zgjidhja si pastaj? Zgjidhja unë e kam propozuar, por nuk do të ndodhë, se e di që çfarë mentaliteti ekziston në partitë tona politike. Zgjidhja është një debat i qetë brenda LDK-s, pa tensione, në mënyrë që të bëhet një proces zgjedhor prej nëndegve, prej bazës.
dhe të zgjedhet kryetari me vota drejt për drejt atë anëtarëve të LDK-s. Jo në këtë formë të manipulimit të delegatëve. Pra dhe ajo formë unë mendoj që mund të jap një rezultat më të mirë dhe LDK-ja edhe çdo parti tjetër mund të jetë më stabile. A ka pajtueshmëri brenda LDK-s për idenë tuaj sa i përket? Jo, me siguri jo, sepse nuk u përgjigjet ambicieve të njerëzve që janë aty. Pra nuk u përgjigjet një proces i vërtet transparent, demokratik në LDK. Edhe sigurisht që tash është lufta në teren, në për deg, edhe se cila deg e ka një qëndrim, është pro këti ose pro ati. Edhe tash është ajo lufta e mbledhjes në shkrimeve, gjatë mbledhjes në shkrimeve, ka dhe joshje, ka dhe premtime, sikur në fushata elektorale, ka dhe kërcënime nëse... Shantazhe. Po, shantazhe tjera, po në atë kuptimin e shantazheve, dhe mund të mbledhen për zonë 50% në shkrim, më shumë se gjysma, mund të mos mbledhen varet tash prej punës në teren që e bojnë